Nxehet shpejt dhe shpesh telefoni, ja përse ndodh dhe si të veproni. Luajtja e lojrave ose bisedat për një kohë të gjatë si dhe temperaturat e larta mund të shkaktojnë ngrohjen e pajisjes. Për të ftohur celularin tuaj, ndaloni përdorimin e aplikacioneve me intensitet të CPU-s, si për shembull luajtja e lojrave. Kur bëhet fjala për temperaturën e lartë, mbajtja e tij në xhep e ngroh pajisjen edhe më shumë. Ashtu si me karikimin, është mirë që ta lini në një vend të mbrojtur nga rrezet e diellit dhe burimet e nxehtësisë. Asnjëherë mos e lini në makinë. Një studim i fundit zbuloi se një makinë e parkuar në diell në 37 gradë mund të arrijë temperaturë edhe 50 gradë në vetëm një orë. Ngarkimi i celularit tuaj mund të shkaktojë ngrohjen e tij dhe nëse e karikoni në një vend të ekspozuar ndaj dritës së diellit, mund të shkaktojë një nxehje mjaft të madhe dhe shumë shpejt të shpërthejë. Për këtë arsye, mos e lini telefonin në një jastëk ose materiale të tjera që e ngrohin pasi mund të shkaktojnë shpërthim.